Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim të gjithë nga Live from Tirana. Edhe sot jemi gati për një transmetim 120 minuta si çdo ditë tjetër. Unë jam Ronaldo Sharka, në putjen e transmetimit ndodhet Danko DJ dhe do të jemi së bashku deri në orën 12:00 për tema interesante, materiale interesante, muzikë të mirë, informacione interesante, si dhe të ftuar për të diskutuar temat më inte momentit që zakonisht në Live from Tirana i trajtojmë. Fillimisht arti shqiptar sot është zgjuar në zi me hidhërim të thellë. Komuniteti artistik shqiptar njoftoi ndarje nga jeta e aktorës së shquar Margarita Xhepa, e cila u shua sot në moshën 93 vjeçare, vetëm një ditë pas ditëlindjes së saj. Margarita Xhepa njihet si një prej ikonave të artit shqiptar, e cila ka performuar disa role në teatr, por dhe në kinematografinë shqiptare. Ngushëllime gjithë familjarëve, por gjithsesi kur bëhet fjalë për ikona të artit është një humbje e madhe për gjithë shqiptarët. Sa ka, qëndrojmë komplet faqe, atmosferë dhe do të flasim tashmë për një gjë shumë interesante. Prej disa ditësh qeveria shqiptare ekzekutoi vendimin për të mbyllur aplikacionin TikTok, një aplikacion në fakt i cili është diskutuar në shumë vende të botës për të mbyllur, disa e kanë rihapur për një mijë arsye që i kemi diskutuar në këtë studio dhe jo vetëm. Por tashmë që kanë kaluar disa ditë, ku jemi? A kemi rezultate të duhura që qeveria shqiptare pretendonte me mbylljen e TikTokut, dhe mbi të gjitha VPN është një nga emrat e aplikacioneve më të përdorur nga shqiptarët, duke qenë se është vetja mënyrë në një territor ku përdorimi i TikTokut është i ndaluar të përdoret. Por çfarë është në fakt VPN-ja? Një aplikacion që me thënë të drejtën dhe unë e shkarkova pa marrë informacione të duhura. A është i rrezikshëm siç kryeministri i qeverisë shqiptare tha që VPN-ja mund të na vjedhë të dhënat në celular apo 1 milion gjëra që ndodhen në celularin ton? Për të gjitha këto do të diskutojmë me Genti Progni, ekspert IT, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Genti, disa ditësh që aplikacioni TikTok u bë i paksesueshëm, duke përjashtuar shkarkimin e VPN-s në territorin shqiptar. Si ekspert IT-je, domethënë ku jemi sot? Domethënë mendon që pati rezultat apo ishte një fluks sapuni që as sot nuk kemi përgjigje të duhura pse ky aplikacion vendosi të mbyllej në Shqipëri për një kohë të pasaktuar? Që të bëj një histori, realisht un kam qenë të parë këtu e para 3 vitesh që kanë folur për mbylljen e TikTokut, po jo për mbyllje totale të TikTokut, sepse mbyllja totale sjell gjithmonë pasoja të tjera që ne nuk i menaxhojmë dot. Siç është edhe pasoja e VPN-s, që realisht tregon që TikToku nuk mund të mbyllet. Nëse bëjmë një një historik se çfarë ka ndodhur që nga dita e parë që u diskutua mbyllja e TikTokut, në fillim nuk e mbyllën dot, sepse teknologjia e TikTokut ishte teknologji CDN quhet, që bën distribuim të shërbimit të tij me servera të ndryshëm. Pra ti mund ta mbyllje domenin, IP-n zyrtare të TikTokut, pa ai kishte një sistem që e quante si problem teknik dhe ndryshonte edhe IP dhe domain për t'i dhënë klientëve të tij shërbimin që po ju mungon. Pra ata kanë një teknologji shumë të avancuar për teknologjinë që ne mendonim. Dhe realisht këtu shoh që këshilltarët e teknologjisë që ka kryeministri lënë shumë për të dëshiruar, sepse nuk mund të bësh një luftë me shpata druri kundër një makinerie teknologjike. U duk në fakt si një veprim i nxehtuar. U lajmërua data, nuk e mbaj mend datën fikse tani që në këtë datë do të mbyllet. Të gjithë prisin që në mesnatë mbyllej dhe ky proces zgjati për disa ditë madje. Unë di që ka disa përdorues celulari që e përdorin TikTokun pa pasur nevojë për VPN. Është shumë e vërtetë realisht, sepse të thash teknologjia e TikTokut është e ndryshme nga ajo që kemi menduar apo kanë menduar këshilltarët e kryeministrit, në krye Igli Tafën, që është drejtori i Acceskut, që realisht ka qenë personi i parë që ka thënë e mbyllun për një javë në mbledhje. Dhe rezultoi një dështim total. Për të kaluar tani te VPN-ja, unë bëra një check tani para emisionit. Aplikacioni më i shkarkuar në Apple Store aktualisht është në territorin shqiptar apo? Po. Okej. 4 nisha, faster internet, ChatGPT dhe VPN Super Unlimited Pro. Domethënë, mund të themi pa frikë që pas vendimit për mbylljen e TikTokut,
është rritur ndjeshëm përdorimi, shkarkimi i VPN-s në Apple Store dhe Android i VPN-s, që kryesisht është ky aplikacion, është kjo lloj VPN-je me 4 njisha. Më korrigjon nëse jam gabim me termat teknologjik. Ky në fakt është dhe ai që këto që bëjnë shumë TikTok kanë sugjeruar për ta përdorur. Pyetja është lidhur dhe me deklaratën e zotit Rama që doli dhe tha kujdes nga përdorimi VPN-s sepse aty mund të futen hakerat dhe hakerat mund t'ju vjedhin. Do të vinë hajdutët në celularin tonë dhe do të na vjedhin se çfarë do na vjedhin aty nuk e di. Kundërshtari i politik prej vitesh zoti Berisha tha që unë kam VPN-n dhe asgjë nuk ndodh. Pyetja është kujt duhet i besojmë? Në këtë rast është e mira të mos shkojmë as tek Hoxha dhe as tek Prifti, por te doktori. Dhe doktori kësaj bote janë ekspertët e IT-s. Do të më japësh gjitha përgjigjet vetëm pas bllokut publicitar. 10:21 ora eksakte në këtë moment, në këtë të enjtë të datës 3 prill 2025. Vazhdojmë të jemi në studio me Genti Progni, ekspert IT dhe lam pikërisht tek VPN-ja. Genti, e para njerë, çfarë është VPN-ja? Do të them pse një aplikacion është kaq i rëndësishëm kur TikToku bëhet i paaktësueshëm në një territor të saktuar dhe ky aplikacioni na lejo kërka që ne të përdorim TikTokun. Tani VPN-ja nga vetë fjala VPN, virtual private network. Okej. Pra network privat virtual i cili të jep mundësinë ty që të dalësh në botën e internetit me një numër të ri IP-e dhe jo ai që ke pasur më parë. Okej. Pra ti nuk del më si IP e një provideri që shpërndan në internet në Shqipëri, por del si një përdoruesi i internetit nga Ukraina, Serbia, Maqedonia. Prandaj në momentin që un kam shkarkuar VPN-n fillojnë të dalin këto reklamat e shkurta në YouTube, sepse nuk e njeh mos i territori shqiptar i bie. Sepse të njeh si përdorues i huaj dhe automatikisht të ndryshon IP-ja dhe prandaj edhe ti mund ta hapësh TikTok. Por që të kalojmë te VPN-ja dhe te problematika që kryeministri thotë që mos përdorni VPN. Po, sepse ai tha është i rrezikshëm dhe sepse mund t'ju hakerojnë gjërat në celular. Ai unë mendoj që një e vërtetë e përgjysmuar është një gënjeshtër më e madhe se sa një gënjeshtër e vogël. Pse? Sepse të gjithë institucionet shqiptare sot në sistemet e tyre dhe për të funksionuar siç duhet përdorin VPN. Vërtet. Do të thënë e një kërkan VPN përpara se ne të njeheshim me termin VPN. Pikërisht, sepse në termat profesional në teknologji, IT ekspertat përdorin VPN që mos ju dalin IP të zyrtare, të kenë siguri më të madhe etj. Pra, siguria kur përdor VPN është më e madhe se sa në sisteme të caktuara. Pra, kryeministri nuk do të thotë që VPN-ja është e keqe etj. Po të thot kush është VPN aplikacioni që na vit kanë dhënë? Pse nuk e bllokoi përpara se të bllokonte TikTokun apo bashkë me TikTokun dhe këto VPN? Të bllokonte të VPN-n që të vjedhin të dhënat. A ka ndikuar ky ndryshimi i VPN-s për përdorimin e TikTokut në përhapjen e lajmeve që nuk kanë lidhje me Shqipërinë? Po, a ka ndryshuar vërtet? Ka ndryshuar sepse çan ndodh. Si? Networku shqiptar funksionon me linja interkoneksionit të internetit. Linjat e interkoneksionit të internetit më të shpejta janë me vendet që kemi rreth rrotull, siç është Serbia, Maqedonia, deri diku Ukraina. Pra çfarë ndodh tani? Përdoruesit shqiptar që të aksesojnë TikTokun kanë instaluar një VPN që del në tregun e online-it me IP ruse, ukrainase, maqedonse etj. Duke qenë se del me këto IP, edhe kontenti që i shfaqet si në feed, po edhe reklamat që theti, po edhe viruset, nëse ka, janë nga këto shtete dhe nga Rusia. A ndikon kjo në manipulimin e mendjes së shqiptarëve për shumë çështje të caktuara? Unë mendoj që po. Mendoj që po. Po, është diskutuar në shumë vende të botës më të zhvilluar se ne, si në Amerikë për shembull, që kjo gjë ka ndikuar. E kishe menduar këtë përpara se ta merrni vendimin për ta mbyllur? Unë mendoj që as ju ka afruar afër logjikës kjo pjesë, edhe unë prandaj kam qenë kundër kur u bë ky lajmërimi dhe diskutimi për ta mbyllur totalisht, sepse duhet të ishim menduar të gjitha këto pjesë. Ne kemi sot për shembull freelancer apo njerëz që kanë punuar dhe punojnë nga TikToku që kanë ngelur pa punë. Po. Kemi turizmin që është totalisht i prekur nga kjo gjë, sepse turizmi reklamën fala se ka pasur në TikTok. Në TikTok dhe kishte një
viralitet të frikshëm pa mbaj mend video e Eksamilit e 3 ishëve ka qenë një ndër videot më të klikuar në botë për turizmin nga Shqipëria. Mbi mos gaboj 500 milion views. Kjo është super reklam falas. Nëse shohim pagesa që i duhet një hoteli apo një biznesi të vogël në Instagram dhe në Facebook për të bërë këtë reklam janë kolosale. Janë kolosale dhe prap nuk e merr atë lloj shifre. Pikërisht. Nuk e merr atë lloj shifre. Ai kishte menduar në këtë pjesë, unë mendoj që nuk e kemi menduar sepse vendosim me një çekiç se mund kështu dhe pikë. Dhe arsyet nuk janë realisht bullizmi e këto sherret e tjera. Ti i beson teori, domethënë ti bën pjesë tek masa që besojnë gjithmonë versionin e parë që një X i veri thot apo ke hijet e tua të dyshimit. Domethënë kush ishin mendon ti që vërtet ishin arsyet që çuan qeverinë shqiptare në mbyllimin e TikTokut? Se unë nuk besoj që për të parandaluar problemet e adoleshencës në Shqipëri u dashur ka mbyllur TikToku. Pra e para mendoj që duhet nisur nga arsimi. Po ligjërisht nuk ka ndodhur, pra edhe në dokumentat e policisë shtetit nuk faktohet dot që kjo gjë ka ndodhur nga TikTok. Për një video në TikTok, po. Tani që këtu nisim. Pastaj, nëse ti do të bllokosh TikTokun apo të bashkëpunosh me TikTokun, ti duhet të kesh ligje që njohin TikTokun. Si social media, si media online e tjera tjera. Si mund të kërkosh diçka apo llogari TikTokut kur ti se njeh si platformë? E treta, këtu ka problematika shumë dhaja. Unë për shembull kur dola në fillim që thash nuk duhet të mbyllur TikToku totalisht, shumë prindër më shkruajnë më thanë pse del ti kundër kësaj gjëje, kjo është e mirë për ne etj. Nëse fëmia ka internet të palimituar, nuk e zgjidh TikToku, sepse është Clapper tani. Do mbyllim dhe Clapper. Doli video e gjimnazisave të Samio duke u zënë në Facebook, të mbyllim Facebookun. Pra nuk zgjidhet shumë. Dhe unë mendoj që plus që kishim 3 vjet që kishim ngjarje, kishim vetvrasje në Durrës, kishim vetvrasje në Korçë, kishim sherrë në Progradec, kishim ngjarjet e Laçit, kishim 3 vjet që kishim ngjarje dhe nuk u mor asnjë mas, u harrua. Momentin që diçka u bë shumë publike dhe leverdiste në kohën që po ndodhte, sepse ishin para zgjedhjeve, u mor ky vendim. Unë nuk jam nga ata realisht që dhe kam rrezikuar dhe jetën se nuk jam nga ata që mendoj që çdo gjë bëhet siç thuhet. Unë mendoj që asnjë gjë nuk bëhet për atë që thuhet. Dhe realisht kam qenë nga ata personat konspiracionist në fillim kur thoja shiko se ka arsye të tjera. Dhe mendoj që nëse shef shembullin e Turqisë, është identik shëmbulltyra e saj në Shqipëri. Dhe mendoj që po kam frikë që kjo mbyllje TikToku, nëse nuk ka reagimin e duhur apo ndryshimet e duhura nga popullsia, do na çojë në bllokimin e WhatsAppit kur ka protesta, se njerëzit po organizojnë sulme ndaj institucione, bllokimin e po t'jap një shembull se më kujtua tani. Ne kemi Telegramin që nxjerr të dhënat tona për shumë kohë. Pse nuk bllokohet Telegrami? Meqenëse se që kemi kaq të organizuar për të mbrojtur shqiptarët. Do të ishte bllokuar Telegrami apo të gjendej një mundësi për ta fshirë atë llogari të iranianëve të famshëm. Po ka dhe sajte dhe aplikacione sa duash ku njerëzit flasin për gjëra të fshehta, për shembull i tregojnë njëri tjetrit ku ndodhet policia në Tiranë, e më thënë të thash, nuk janë futur ndonjëherë në këto website apo aplikacione, por di që ekzistojnë. Google Mapi më bën. Ke një opsion që thu këtu ka policë. Ta mbyllur me Google Mapin. Pikërisht pra, këto janë, unë mendoj që këto janë gjërat që nëse një njeri që ka, domethënë, një qetësi mendore të duhur, po ti logjikoj e kupton që nuk janë ashtu siç thuan. Dhe kur them një qetësi mendore të duhur, po përfshi ato prindër që pas kanë votuar për TikTokun e tjerë. Nëse ai ka 1100 probleme të tjera, pamundësi ekonomike, fëmijët që rriten në një ambient, për shembull fëmia që humbi jetën, shtëpinë apo lagjen ku banonte e kishte në një ambient periferik të Tiranës, ndërsa në shkollë ishte në qendër të Tiranës. Po kjo diferenca ekonomike ndikon edhe në psikologjinë e fëmijëve, po edhe në prindër.
se mundohet që ti plotësoj të gjitha kushtet e mundshme që ai të ndihet i barabartë me tani a do e kishte menduar prindëri apo kishte kohë prindi ti me mendu që ky telefoni mund të i shkaktoj probleme? Unë mendoj që se ka qetësinë, sepse Shqipëria ka 1001 probleme të tjera. Për ta mbyllur në një minutë kohë, nëse unë vi dhe them Genti, ti je IT, a mund të ti e dhe përgjigjen tënde për ta perifrazuar në terma më të thjeshtë për ato që na dëgjojnë? A mund ta vazhdoj unë ta përdor TikTokun i qet me këtë VPN me 4 njësha? Tani për përdoruesit e Apple, pra që kanë iPhone, është më e sigurt se sa për përdoruesit Android, sepse Apple i ka disa kushte rigoroze që nuk lejon asnjë aplikacion të dalë në treg nëse ka problematika në vjedhje të dhënash e tjera. Në Android mirë është që gjitha VPN-t që përdoren të jenë VPN që janë të ndërtuar nga një kompani e madhe, sidomos në Europë apo në Amerikë, se siguria është më e lartë. Një nga VPN-t më të mira që janë të sigurta quhet PIA, Private Internet Connection, i cila është VPN me pagesë, por që ka shpejtësinë e internetit më të madhe, sepse një informacion i fundit, kompanitë celulare kanë ankesa pafund për mungesë interneti, ndërkohë që ja shkakton VPN-ja. Zonja dhe zotrin, Genti Progni, ekspert IT me ne ishte sot në Live from Tirana, të falenderoj për kohën edhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim.